8 dhjetori dita e rinis, dita atyre të rinjve të cilët donin ta shikonin Shqipërinë si gjithë Europa, por megjithse kanë kaluar tashmë 35 vite nga ajo thirrje e studentëve të dhjetorit, qytetarët e Vlorës thonë se sërish vendi nuk është as pak si Europa. Sipas qytetarëve, në standardet e jetesës dhe për atë që ofron Shqipëria sot, mbetet shumë larg Europës. Ajo thirrje e vitit 1990, sipas qytetarëve, është plaga sot më e madhe e shoqërisë. Ata të rinj, të cilët më 8 dhjetor thërisnin, por edhe disa breza më pas, janë larguar drejt emigrimit, duke mos i kthyer më syt nga vendi ynë. Qytetarët thonë se në Vlorë mungojnë vendet e punës, mungon ekonomia bazë për familjen dhe të ardhmen. Të larguarit sigurisht që nuk mendojnë as sot që të kthehen në qytetin në të cilin ka mbetur vetëm mosha e tretë. Kemi Shqipërinë sot si gjithë Europa? Ja, ishte vështirë, jo s'ka ardhur akoma koha. Pse çfarë mungon këtyre të rinjve? Eksperienca, shumë gjëra, ekonomia, rinia iku lëvizje. Është vështirë. Është vështirë. Shumë e vështirë. Pjesa më e madhe po thoj se nuk ka ikur. Po pse? Po rrogat këtu janë të ulta, këtu pjesa e madhe nuk të paguajnë në të zezë. Shëndetësia po çallon, ekonomia po çallon. Shumë gjëra nuk po ecin. Shpresa për të ardhmen si është? Po shpresa është ajo që vdes e fundit. Pa e di kështu, po di si ditë e rinisë kështu po. Po ne kemi harruar se rinisë s'ka. Thamë atëherë që Shqipërinë e duam si Evropa, po këta s'na e bën. Edhe tash rinia ka vajtur te Evropa vetë, u bën vetë evropian ata. Po pse, se kjo është e bukur dhe e dhimbshme njëkohësisht, po pse largohen të rinj? Cilat janë arsyet? Po çfarë të mund, pse të thot gjaj tyja, pse largohen të rinj, pse pyet mua, ti nuk e di vetë. Çfarë mungon? Po këtu mungon njëherë mirëqenia. Ajo është kryesorja. A vende pune, ka ekonomi? Po dhe ato vende pune që janë me aq pak sa që nuk atje, një shtëpi këtu bën 120.000 lekë. Fëmijët e mi kam të rritur, po kam nipër e kam besa. Edhe të vej nipi tash jam kam mbaruar shkollën për agronom, nipi i madh, universitetin. Tash ja i blen dot shtëpi 120.000 euro me 600.000 lekë, apo ja më kanë 800 se është në shkollë të lartë. Ja kjo është. Varrimi të rinjve. Pse varrimi? Po varrimi se 8 dhjetor ikën të tërë ka më të rinj në Shqipëri, as 30% janë, edhe ata pa shkollë pa punë. Dhjetorit dita e studentëve. E rinis. E rinis. Pa e kemi sot Shqipërinë si gjithë Europa. Do ta bëjmë si gjithë Europa, Shqipërinë. Kur do ta bëjmë? Sa afërmi. Po ku i ke të rinj? Ku janë të rinj sot? Të rinj ka rikur gjithë jashtë shtetit. Ka më rini këtu? Ja. S'ka rallë gjënë. Pse largohen? Pse largohen? Largohen për një të ardhme më të mirë ande, prandaj. Çfarë mungon këtu? Po mungojnë, ç'a mungojnë? Mungojnë ekonomia e dobët. Ja, jo, se gjitha. Do rikthehet një rinja? Do rikthehet. Na, burrançon. Por edhe ata pak të rinj të cilët kanë mbetur në qytet, qytetarët e Vlorës thonë se e kanë mendjen vetëm te kafja. Shumica e kafeneve në qytet janë plot me të rinj të papunë, të cilët kërkojnë një të ardhme më të mirë, por pa punuar asnjë ditë. Janë në kërkim të lekut të thjeshtë dhe të shpejtë. Kjo rini që sot, sipas qytetarëve, ka ndryshuar shumë nga ajo e viteve të mëparshme, rinia e sakrificës. Ti the rini, po ku ka rini sot? Pse më çfarë janë ta? Jo. Rinia është jashtë shtetit. Ku ka këtu jemi në pleqet. Janë ca që asë shuajnë asë ndezhin. Rri këtu. Se ata që ndezhin kanë ikur ata. Ka vende pune sot? Soto, po të duash, ka vende pune. Po rinia do që të rri, shiko si janë. Shikoj klub, rinia. Në moshën tonë, në dirë të shpirtin e ve. Në vitja djesha në luk. Ikë shikoj kafe gjitë, tërë. Unë që jam plak shvete do, s'kam, jam pensionist.
8 dhjetori është dita kombëtare e rinis, një ditë që shënon dhe 35 vjetorin e vendosjes së pluralizmit në Shqipëri. Prej vitit 2009, me vendim të marrë nga Kuvendi i Shqipërisë, kjo datë përkujtohet si një festë kombëtare në nder të gjithë studentëve të dhjetorit 1990, por edhe të gjithë rinisë shqiptare.